Kemi patur raste kur personave i shkon një mesazh ku i kërkohet të vendosin të dhënat e kartës bankës sepse një paku e tyre nuk ka ardhur në adresën saktë. Kjo është një lloj që quhet phishing, pra ata e dërgojnë një mesazh për të marrë dhënat e bankës. Nuk duhet ta klikojnë kurse si një link nga një mesazh i panjohur që i kërkon të dhënat e kartës bankës. Tani do ndaloj vetëm një sekond këtu, sepse edhe në telefonin tim kanë mbritur, jam e sigurt në telefonat e shumë qytetarëve, pra nëse mbrin një mesazh, qoftë edhe nga një numër i një njeriu, se problemi është ty mesazhet vjen nga një kontakt i një njeriu që e njeh. Dhe atëherë ku duhet ta dallojun që ky linku që më ka çuar është i vërtet apo ky linku që më ka çuar është i gënjeshtër, Çdo lloj linku që i kërkon të dhënat e kartës është virus, nuk duhet klikuar. E kuptoj. Çdo lloj linku. Pjesa tjetër e pasaj që duhet mbrohen është do të kuptojmë për që websajtet duhet të kenë të verifikuar nga Visa që i verifikon transakcionin. Nuk duhet të thjesht një website që fut dhënat, e shumë rëndësishme kërkohet domeni, shikohet ku klikohet dhe çfarë domeni është, se përgjithsisht janë domene mashtruese. E kuptoj. Dhe të bëhet një kërkim për biznesin, nëse është biznes që ekziston, apo është thjesht një biznes fantazëm që ka oferta të mira thjesht për të marrë ato lekë.